Përshëndetje, përshëndetje të dashur ndjekës, përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur ditën e sotme maratonën e gjatë. Unë këtë gjë e quaj një maraton sepse ne jemi pranë jush pothuajse 24 orë, duke sjellë të gjitha lajmet më të fundit, duke analizuar dhe duke komentuar mbi gjithçka rreth asaj se çfarë ndodh në Big Brother, në Ferma VIP, jashtë asaj, por edhe në jetën e artistëve. Sot doja ta nis këtë ditë pak më ndryshe. Dua të vlerësoj një moment, dua të vlerësoj një veprim që realisht janë veprime që duhet t'ju jepen më së shumti zë kohën e fundit. Ne kemi njohur në Big Brother një personazh që u dashuruan pas mendjes së tij, pas mënyrës se si ai artikulonte gjërat, pas mënyrës se si ai fliste, pas mënyrës se si ai vepronte brenda shtëpisë. Ndonjëherë i themi Zotit që ne po na sprovon, duke i patur të gjitha të mirat, kemi shtëpi, kemi lukse, kemi makina, kemi jetë, kemi sy, kemi këmbë, kemi duar, kemi gjithçka të mundshme. Zgjohemi në mëngjes, jemi të palumtur, jemi të mërzitur, jemi të thyer në shpirt. Nuk kemi motiv, nuk kemi energji. Bisedojmë me veten tonë, çfarë po ndodh me mua sot, është pyetja që më së shumti ne ja parashtrojmë vetes. Por kur Big Brother të përball me një personazh që ti as nuk e imagjinon që mund të bëhet pjesë e një formati të tillë, ai është Stenaldo, ne ulemi dhe mendojmë. Stenaldo, duke qenë i verbër, ka gjitha të guxim në jetë. Ka gjitha të ëndra, ka gjitha të dëshira. Dhe forca e tij për jetën është shumë e madhe se sa ne që kemi gjithçka në thelb. Por unë arrita të kuptoj ne nuk kemi asnjë gjë, Stenaldo ka gjithçka. Do të thoni pse? Sepse tek Stenaldo pash guximin, tek Stenaldo pash shpirtin, tek Stenaldo pash njerëzillikun, tek Stenaldo pash ëndrrën e tij. Ëndrrën për të bërë dikush në jetë, sepse Stenaldo është akoma shumë i ri. Dëshirën e tij për të kënduar, dëshirën e tij për të provuar një format, një botë tjetër siç është Big Brother. Dhe këtë me thënë drejtën e gjeta komplet te Stenaldo. Stenaldo ka folur shumë pak për jetën e tij. Foli shumë pak për origjinën e tij, foli shumë pak për fluturën, një nënë e cila sakrifikoi gjithçka, sakrifikoi jetën e saj, dhe këtë djalë nxori në dritë, këtë djalë bëri që e gjithë shqiptaria të krenohet me të. Dhe dita e dieshme ishte një ditë surprizë për familjen e Stenaldos. Kemi fatin që kemi shqiptar të suksesshëm në përbot, kemi shqiptar që kanë ndërtuar bizneset e tyre me gjak shqiptari, kemi pijen e vetme shqiptare Golden Eagle, e cila ndodhet në Suarekën e bukur, në Suarekën që ka histori, por në krah të kësaj pije se ka marrë dhe vëmendjen dhe epiqendrën, gjithmonë kur shkojmë në atë rrugë na duket vetja si një shqiponjë, na duket vetja një Golden Eagle, dhe drejtuesi i kësaj kompanie ka vendosur që të bëjë një dhuratë për familjen e Stenaldos. Drejtori i kësaj kompanie gjigande, zotëri Shaqiri, me patjetër që në një bisedë familjare dhe kolektive, ka vendosur që një shumë të caktuar nga pasuria e tij të ndaj dhe ta deponoj tek kostoja e Stenaldos për t'i ndihmuar që Stenaldo të ketë shtëpinë e tij, të mos të jeton më me qira, por të ketë shtëpinë e tij. Kjo vepër erdhi ditën e dieshme dhe u prezantua tek publiku nga vetë drejtuesi i kësaj kompanie, zotëri Shaqiri, i cili me dëshirën më të madhe ka komunikuar që do t'i ndihmojë Stenaldos, dhe besoj që nuk do t'jetë vetëm shtëpia, por do t'jetë ndoshta edhe rrugtimi i tij artistik për të realizuar edhe ndonjë klip të bukur.
Drejtuesi i kësaj kompanie lajmin e ka bërë të ditur në rrjetet e tij sociale, ku menjëherë kanë vërshuar komentet, kanë vërshuar shkrimet gjithandej për këtë vepër të bukur. Këto janë shqiptarët dhe ky është shqiptari. Shqiptarët gjithmonë kanë treguar që din të ndihmojnë njëri tjetrin në momentet më të vështira në jetën e tyre. Dhe pikërisht në momentet më të vështira që Stenaldo ka, me të cilin e kishte edhe qëllimin, do me thënë që ta fitonte këtë Big Brother, të rehatonte nënën e tij, atë grua e cila ka punuar pafund për të birin e saj, atë grua e cila është ndeshur me vështirësi jashtëzakonisht të mëdha, sepse ne ndeshemi me vështirësi me një fëmijë që është me sy në ballë, jo më me një fëmijë që është i verbër. Por mbi të gjitha, bumerangu apo karma, siç besojmë ne në jetë, kësaj gruaje po i kthehet në mënyrën më të bukur të mundshme. Tani, zotri Shaqiri akoma siç duket nuk ka patur një lidhje telefonike me Stenaldon, por pas këtij lajmi unë jam i bindur që Stenaldo do të reagojë dhe do të kërkojë një takim që i sigurt jam që kompania Golden Eagle do t'ja mundsoj dhe takimin ta bëjnë të dy së bashku dhe së shpejti do të na sjellin një fotografi të shkrepur nga takimi i tyre. Stenaldo me patjetër që është i emocionuar nga ky lajm sepse ëndrat e tij tashmë po bëhen realitet dhe realiteti tashmë do të jetë jeta e tij, do me thënë nuk do të jetojë në ëndër, do të jetojë në një jetë reale, në një jetë të cilën Stenaldo nuk e ka besuar në ato ditët e vështira të tij që do t'i vi, por lidhshmëria që ai ka me krijuesin, ka me Zotin, dashuria e madhe që ka për Zotin, atë e bën që të jetë sot një ndër fenomenet, do ta quaj unë, shqiptar më të përfolur. Unë i uroj me zemër Stenaldos të gëzoj këtë nismë të re, sepse akoma nuk mund t'ja them shtëpinë, akoma nuk është ndërtuar. Uroj me shpirt që brenda asaj shtëpie të krijohet një ambient shumë kujtimor për gjithçka që Stenaldo ka bërë në jetën e tij dhe do të bëjë në vazhdim. Le të jetë një shtëpi ku ta ketë emrin një Golden Eagle dhe një Big Brother, sepse që aty do me thënë Stenaldo nisi rrugtimin e tij të suksesit dhe me shpresën që e gjitha kjo gjëja të jetë një armë e bukur që Stenaldo të nisë drejt dritës së bardhë që jeta po i sjellën në jetë. Unë ju uroj shumë të mira. Dua të falenderoj edhe publikisht zotrin Shaqirin, sepse ne gazetarët e bëjmë punën tonë, por kur ka ndihma të këtilla, kur ka njerëz të tillë që marrin iniciativa gjigande, bëhet puna edhe më e bukur. Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj me zemër që ta gëzon nismën e re.